tendenca një pjesët asambleista vësh me qenë servele dhe mos me postat guximin intelektual. Unë mendoj që lista e asambleistëve partitë politike tregojnë më shumë që intereson me fitu, se sa që me ofru. Kjo niset pe. Por dihet që pastaj kur fitohet atë fitore dikush ka me përfaqësu në asamblenë komunale. Kush e përfaqëson? Kjo është pyetja. Domethënë nuk është qëllimi me ofru qytetarëve, është me fitu më shumë se sa që me ofru. Logjika është kjo. Na shohim që partitë kandidojnë për Kuvend Kosovës, për qeveri, por nuk kanë një plan program, nuk kanë bërë update kur plan programe politike, nuk ofrojnë një plan program të mirëfillt fushatës. Edhe pastaj, kur ti nuk keni plan program që me përfaqësu, se kur ti si subjekt, si qendër, harton një plan program, kini politik afatgjate, kini strategji edhe mendon që me ofru shërbim qytetarëve, detyrimisht detyrohesh me marrë kuadra që e përfaqësojnë qatë plan program dhe din me zotru që ato që ti ofron edhe që me mbrojt edhe me funksion pastaj pas gjedhjem. Në momentin që mungon qendër, pastaj këto tjerat janë vetëm numra dhe vetëm plotësim listave, sepse kur nuk e ka një ide të mirëfillt vetë kandidati, vetë përfaqësuesi ose vetë subjekti, asambleisti më është pjesa e fundit që mundet me u kërku prej tij një strategji ose një plan program politik për komunitetin. Pavarësisht që idealja është dashme qenë një asambleist që vërtet ka interes për vendin edhe në vërtet përfaqëson interesat e qytetarëve, po edhe që din me thonë ndonjë moment saktum që edhe subjektit vetë që kjo është gabim, po që din me përkron ndoshta edhe kundërshtar kur ka një plan program drejt, dhe ndoshta tendenca një pjesët asambleista vësh me qenë servele dhe mos me postat guximin intelektual edhe njerëzor që me dalë përballë kundraj subjektit, përballë interesave qytetarëve. Kjo nuk i konvenon asnjë subjekti politik edhe ndoshta kjo është një anë prej kriterëve ose atyna kushteve që partitë i ndjekin me një pjesë caktuar. Se po konsideron që asambleistët vetë kanë tendencën për të qenë servel. Unë mendova që partitë kanë për qëllim me pas të tillë për shkak se mos me qenë kundër. Pse konsideron që partitë duan servel edhe në asambletë komunale? Gjithmonë unë thash kam në vend të caktuar edhe në lista të caktuar ose individ caktuar se ka përjashtime. Tash ka unë gjë kandidat për asambleë që meritojnë më shumë se sa asambleë dhe meritojnë me qenë zonjë qytetarëve edhe janë shumë kuadra të përgatitur. Po të kjo pjesa, sepse po përndoj që kanë tendencë, sepse unë thash, të na hala nuk ka ndodhur as Kuvend Kosovës, që një deputet me qenë në mbrojtjet e ides edhe në mbrojtjet e asaj në çka ka përfaqësuar gjatë fushatës, edhe në interesave qytetarëve, nëse partia vetë nuk ka menduar ashtu. Edhe do të thotë, kjo është përcjellë edhe në nivel lokal, janë trolla ose unë të paktën nuk kam dëgjuar hala që një asambleës përveç kur ka dalë pe subjektit për një interes madhor, për një pazar të madh, nuk ka dalë të qenë pjesë e subjektit, me thonë me një projekt, me një ide caktuar me subjektit vetë që nuk e mbështes për këtë arsye, ose mi mbështet idetë të kundër kandidatëve, subjekteve opozit, kur kanë qenë edhe të mira, dhe me thonë që po, unë e mbështes dhe ka votën teme për këtë arsye. Ose edhe me ngritë në çështje, shumë trolla janë çështjet kur ngritën për asambleistëve në asambletë komunale.